Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi në emisionin Arom Shkodre. Shpresoj që udhëtimet tona të vazhdueshme të pëlqejnë nga ju, të merren në konsiderat edhe pse guida më e fundit ishte ajo në Norvegji, pothuajse të gjithë dëshirojmë një udhëtim për në Norvegji, pavarësisht se si mund të jenë mundësitë, por nëse vendoset si objektivi jetës dhe nëse mundësitë vinë apo shanset vinë edhe mund ta vizitoni Norvegjin. Ashtu si që kemi anoncuar, përveç se 2 emisioneve të para që ne kemi transmetuar, do të ketë dhe një pjesë të tretë, por ne do të kemi një ndërprerje të vogël për ta vijuar pjesën e tretë pas një jave. Sonte në emisioni Pusho Shqiptar që do të zënë vend 2 momente shumë kyç ose 2 vende tek të cilat ju fare mirë mund t'i konsideroni si destinacionet tuaja të ardhshme. Bëhet fjalë për festën e Çobanit, data 21 dhe 22 qershor 2025, një festë që ka lindur një vit më përpara dhe organizohet në sheshin përballë kullës së Bajraktarit. Në Bog, ndodhemi në Malsinë e Madhe, një festë tradicionale që sjell nga jehona e shekujve traditat e mënyrës së jetesës dhe vepruarit të çobanëve, por kjo e ndërthurur mjaft mirë me një program të pasur artistik me figurat më me emër të artist shqiptar në fushën e muzikës dhe të këngës, të cilët do të interpretojnë në skenën e vendosur në këtë lëndin kaq të bukur për të gjithë ata dashës, jo vetëm të Malsisë Madhe, por kudo ku jetojnë shqiptarët, të cilët janë njohur me spotin e festës së Çobanit dhe dëshirojnë që të bëhen pjesë e saj. Mos e lini pa ardhur të gjithë ju që jeni në mëdyshje dhe nuk e keni vendosur akoma. Festa e Çobanit konsiderohet një festë mjaft e rëndësishme, jo vetëm në Malsinë e Madhe, por ajo tenton të kthehet në një festë kombëtare, por nga rëndësia e saj pikërisht në Bog të Malsisë së Madhe. Është vetëm 50 minuta larg qytetit të Shkodrës, por rruga me një infrastrukturë disi të mirë, pa asnjë lloj problemi do t'ju çojë në një festë të mrekullueshme. Prandaj 21 dhe 22 qershor shënojeni dhe patjetër duhet jeni te festa e Çobanit në Bog. Ne kemi realizuar një intervistë me regjizoren e kësaj feste, zonjën Rita Shkurtaj Kalaj, e cila do të na informojë për të gjitha detajet e kësaj feste. Çfarë përmban festa? Çfarë përmban data 21 dhe data 22 qershor? Duhet të vinte të dyja datat, mirë do t'ishte, por nëse nuk mundemi, mund të zgjedhim njërin nga datat 21 dhe 22 për të ndjekur nga afër festën e Çobanit. Ndiqeni këtë intervistë me mjaft informacion dhe jam shumë e sigurt se në fund të saj me siguri do e merrni vendimin dhe do thoni, po, do shkojmë në festën e Çobanit. Vetëm pak ditë na ndajnë nga festa e Çobanit, e cila organizohet më datën 21 dhe 22 qershor 2025. Kjo festë lindi një vit më parë dhe pati një jehon të madhe, jo vetëm brenda Shqipërisë. Festa i dedikohet jetës së Çobanit, traditave të lashta, e gërshetuar mjaft mirë me rite e lojra popullore, ku nuk mungon as konkurimi. Nëse vjen në festën e Çobanit, do kthehesh pas në kohë, do kërcesh e këndosh në një lëndin të madhe të blertë, rrethuar nga Alpet shqiptare. Organizatori i kësaj feste është Agroturizëm Buni dhe Kulla e Bajraktarit, mbështetur nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Përgatitjet për festën nisën kohë më parë, por kësaj radhe përgjegjësia shumë fishohet, pasi jo vetëm programi është zgjeruar akoma më shumë, por synimi mbetet që këtë festë ta kthejmë në një festë kombëtare. Ajo bashkon shqiptarët nga veriu në jug, diasporën, por dhe kudo që ata jetojnë në trojet shqiptare, Maltëzi, Kosovë, Maqedoni e të tjerë. Për të mësuar më shumë rreth kësaj feste, ne intervistuam presidentin e shoqatës Xhublit e Alpeve shqiptare, një herësh edhe regjizorin e festës së Çobanit. 21 dhe 22 qershor 2025. Tashmë këto data janë shënuar të gjitha ata që i adhurojnë festa, sidomos në zonat malore. E ku ka më mirë se sa të bëhesh pjesë e festës së Çobanit, 21 dhe 22 qershor.
e realizuar në Bog, një festë që nisi një vit më përpara dhe që krijoi një atmosferë shumë të këndshme. Jehona e saj kaloi kufit shqiptar fal organizimit të mrekullueshëm dhe risive që solli kjo festë. Ne jemi mësuar të shikojmë shumë festa ku dominon tipari folklorik dhe ana komerciale pa mohuar këtë gjë, por festë që i përfshin bashkë të gjitha traditat, vetë nga titulli, festa e çobanit, që lidhet me jetën e çobanit, por që i integruar mjaft mirë edhe me gëzimin, me dasmën malsore, me këngëtarët e pafund, me gjithë ata që erdhën dhe treguan më të mirë, anën më të mirë të tyre. Dhe ja ku jemi sërish, kemi ardhur kësaj radhe në qafë tërthore, ku dëshirojmë të ndajmë me të gjithë teleshikuesit e emisionit Pusho Shqiptarçe disa momente kyçe të organizimit të festës. Viti i dytë, një festë do të jetë akoma më madhështore, por për të ditur më shumë detajet, do na ndihmojë regjisorja e këtij aktiviteti, zonja Rita Kalaj. Rita, mirë se erdhe. Atëherë, faleminderit edhe për këtë intervistë dhe për këtë publikim me prezantim që i bën e festës së çobanit. Për hir të vërtetës, festa e çobanit, siç e thënë ti vetë, pati një jehull të jashtëzakonshme vitin që kaloi, edhe pse ishte një festë pilot e organizuar nga i gjithë stafi që kontribuam në organizimin e kësaj feste. Jehona që pati ne na ban me kanë sa më optimist për të dhënë më të mirën, domethënë ato gjëra që vjet ndoshta na kanë kalu për pa i lançu pa i cek. Këtë vit synojmë që të realizojmë më të mirën e mundshme. Interesi është jashtëzakonisht shumë i madh, qoftë nga artistat, qoftë nga grupet folklorike. Gjithashtu ka edhe një interes shumë të madh nga persona të cilët janë dashamirës të artit, të kulturës, të riteve baritore, të transhumancës që tashmë ka hyrë në UNESCO. Dhe këtë vit, duken se pak kohë më parë ka hyrë edhe kthimi i Tropojës në UNESCO, kemi vallën e Tropojës, ë? Kemi menduar të gërshetojmë tashmë këto tri pasuritë. Është një festë që është 2 ditë. Është midis Alpeve shqiptare, pikërisht në Bog, që quhet ndryshe dhe Porta e Alpeve shqiptare. Një festë 2 ditore, ku të gjithë ata që vinë nuk është se do të shikojnë një program artistik dhe aq edhe do të shkojnë, po që nga mëngjesi dhe deri në darkë për gjatë 2 ditëve mund ta shijojnë qëndrimin. I pari është tek buni i Bajraktarit, tek i cili ne ndodhemi sot, por edhe tek kulla e Bajraktarit, tek pjesa e obori për të cilin do flasim pak më vonë. Atëherë, këtë vit së thash do të jetë një organizim pothuajse krejt ndryshe, për sa i përket edhe rëndësisë së sekuencave dhe pjesës së organizimit, i cili do të jetë pak më strikt për shkak se vitin e kaluar se ishte menduar që të jepet mundësia që të marrin pjesë të gjithë dhe ushtri në 3 ditë. Këtë vit kemi menduar që ta mbledhim, ta koncentrojmë që t'u japim mundësi atyre që vinë të shohin gjithçka. Pra është një organizim i menduar jo si një organizator, por si një dashamirës i artit dhe kulturës dhe vlerave kulturore, baritore, që personifikon kjo festë dhe kjo traditë e çojës së Bagtive, si quhet në të folmen e bjeshkatar. Si ishte emrin çoja? Çoja e Bagtive. Që do thotë me fjalë të tjera çoja. Që do thotë dalja, nga vrini me dalë në bjeshk, që është një ritual shumë i rëndësishëm. Vetë rituali çoja e Bagtive ose bjeshkumit e malsorëve ka kanë një nga gjërat më me vlerë që ka pas organizimi familjar, sepse është zhvendos familja, gjysmën e vitit është kanë pjesën e vrinit dhe gjysmën e vitit është dashur me dalë në bjeshk. Nëpërmjet kësaj dalje dhe nëpërmjet këtyre ritualeve ose si thosh këtij organizimi që ka pas familja, kanë mujt me mbijetu, me siguru mbashtimin e Bagtive, me siguru bylmetin që është kanë i domosdoshëm dhe njëkohësisht edhe shëndetin, sepse zakonisht kur kanë dalë përveç çobave që është dashur me kanë ata më të fuqishmit në një po them në një familje të madhe, janë nxjerrë edhe ata që kanë shnetlik në mënyrë që të marrin vledin. Marrësia e madhe për hir të së vërtetës ka disa festa dhe ne kemi fatin e madh që sezonin turistik në qershor, datën 21 dhe 22 qershor, të organizojmë një ndër festat më të mëdha. Por ku bëhet diferenca me festat e tjera? Sepse kam një teleshikuese tani në Vlorë, po më shikon ajo. Edhe po thot, Kozita, dakord, unë do vi bashkë me shoqjet e mia, kemi agjencinë turistike tonën, bilegjerasit të gjitha agjencitë turistike ta vënë shpalljet e tyre se do të meten shumë të kënaqur klientët që kanë, do t'i sillin një ambient krejtësisht ndryshe nga ato pika turistike ku keni shkuar gjithmonë, ato paketa turistike që i keni ribër, kjo është fantastike, vjet për herë të parë. Dhe ajo nga Vlora, që të mos i ndajem asaj nga Vlora, ajo thot, unë do të vi atje dhe do të shikoj.
Pra ne kemi hapur vjet me prisjen e kopes. Ajo s'ka parë asnjëherë që të ecin tufa të mëdha dhe ca deshër me brirë dhe prisi që konkuron i tyre. Më pas, ndoshta vetëm disa qershim torte të ndryshe që ta ndjellim atë ta të ndojmë dhe të na viktu te festa e çobanit. Atëherë, si që thëve ti vetë, kjo tashmë po kthehet në një festë tradicionale kombëtare, sepse ka gjithë përfshirje, por njëkohësisht ka mundësi çdo kush me gjetë vetvetin. Në mos në një sekuencë, në diçka tjetër, mundet me gjetë vetvetin dhe mundet me i dhanë vetes mundësi me marrë një kënaqësi të papame për gjërat që ndoshta në jetën e vet nuk i ka pa, por arrin me i perceptu dhe me i pa me sy të lirë. Ne kena festivalin e Bagdive. Ky festival synon që të një farë mënyrë t'u jepet mundësia bashkëtuesve të Bagdive të konkurojnë mes vetit dhe në një farë mënyrë të nxjerrin në pa racën autoktone. Kjo është një mundësi e artë, jo vetëm për me, si me thanë, me konkuru, por dhe me promovu vedin. Po, më kanë pëlqyer dhe vjet që kanë pasur kostumet tradicionale, janë veshur me kostume tradicionale. A do kemi ndonjë çobanesh këtë vit? A do vinë ndonjë grua specifike apo gratë përgjithsisht janë ato që gatuajnë, bëjnë djathin, gjalpin? Në të vërtet do të ketë edhe çobanesha. A do kemi këtë vit? Atëherë, do ta fillojmë me festivalin e Bagdive, i cili do të jetë një juri specifikisht si më thon, e vetëdijshme për ata që do përzgjedhin dhe të ketë një huri në lidhje me pjesën e transhumancës, por njëkohësisht edhe me vlerësimin e racës autoktone. Okej, këto janë detaje që do të merren vesh atë ditë. Pra ne vetëm i cekemi vetëm festës si pika. Ne kemi një konkurs të prisit, më pas kemi edhe pjesën e mbashtuesit të Bagdive, i cili përveç se fiton me atë që prezanton, do me thënë Bagdin që ka përzgjedhur me prezantu, njëkohësisht do t'japin edhe një farë, do të ketë një CV të vetën ku mundet me na prezantu diçka në lidhje me aktivitetin e tij si fermer o mbashtues i Bagdive në vend. Bukur. Aktivitetet të tjera, ndoshta vetëm thjesht si tituj ti përmendim. Atëherë, aktivitetet e tjera ne kena krahas artistave që do të vinë, ata do të bëjnë prezantimin e folklorit kryesisht, sepse në një farë mënyrë kjo festë është specifikisht e organizuar për të promovuar vlerat kulturore ose më saktë trashëgiminë kulturore jo vetëm të Malësisë së Madhe, të gjitha Alpeve shqiptare dhe njëkohësisht Bjeshkës. Dhe si ka ushtuar zëri vjet mes Alpeve që ishin rreth rrotull, po çfarë ushtimi zëri që ka pasur kënga e tyre dhe një kënaqësi e jashtëzakonshme të shikojë se si kërcenin njerëzit aty në Lëndin. Ishte mrekulli. Prandaj nuk duhet ta humbni, qoftë edhe për këtë argëtim të fantastik që ofron. Atëherë në këtë rast ata mund të japin vetes një mundësi me pa diçka të jashtëzakonshme. Ne do prezantojmë dasmën e çobanit. Do e kemi dhe si vjet dasmën, se ajo tërhoqi shumë vëmendje dhe grupi B, Sajtuzi, po çfarë atmosfere krijoi. Dhe do të jetë në një format krejt tjetër, pra nëse vjet kena nxjerr një sekuencë pra zblimin e nusës me disa sekuenca të daljes së saj, këtë vit do të jetë krejt tjetër. Ne do prezantojmë edhe dasmorët dhe dasmareshat. Marrjen e dasmorëve nga marrja e nusës deri që vjen tek shtëpia e vëndrit, e thënë ndryshe, por do të jenë me gjitha ritualet që, domethënë, ky udhtim i nusës do të jetë një prezantim edhe nëpërmjet folklorit, nëpërmjet artistave që do të kënojnë në skenë dhe do shoqërohet sigurisht edhe me veshjet kombëtare, por me të gjitha ato ritualet e dasmës që do të prezantohen gjatë këtij rituali. Pastaj të shtunën në darkë ne kemi zjarre që qëndrojnë të ndezur aty dhe aty në yjet e natës ne mund të shohim ose të dëgjojmë më saktë bisedat e atyre që janë barinj të hershëm. Ka vlerë të jashtëzakonshme ndezja e zjarreve. Ky është një ritual që më herët bjeshkatarët e kanë bërë për shkak edhe për largimin e gjanës së egër, mos mu afruhet baneve ose bunishtës, si quhet vendi ku venoseshin të banet, por njëkohësisht edhe çobat me bashkënda përvojat e tyre të çojës së çobanit ose transhumancës siç njihet në gjuhën shkencore, dhe njëkohësisht edhe ato, si thush, ato traditat e vjetra të cilat dashte pa dashte ato pak nga pak e kanë humat, si më thanë, atë prezencën, se s'po them që është asimilu, por do rrëfehen afër zjarrit, por të gjithë jemi afër zjarrit. Edhe tani nata e rrit anën supersticioze tonë, dakord? Në i gojdhëm për i tyre do kemi. Sigurisht që do të ketë krahas ndezjes së zjarreve, do të ketë shumë persona të cilët kanë moshë dhe kanë pas eksperjenca dhe përvojat e tyre,
do të na tregojnë shumë çka nga këto përvoja me të cilat se çfarë ju ka ndodhur në jetën e tyre, besoj që nuk do tremben ata, vetëm thjesht do shijojnë këto histori që janë pjesë e turizmit. Nga ana tjetër, krahas gjitha këtyre vlerave kulturore që do prezantohen nga artistat, ne kemi menduar që të bëjmë edhe një prezantim të gjithë gastronomisë ose asaj që ne e quajmë mazgja e çobanit, si edhe strajca e çobanit. Kjo do të jetë për një publik të gjerë? Atëherë, kjo do të jetë një prezantim për të gjithë ata që kanë dëshirë të dinë cilat janë ato gatime tradicionale të vërteta që janë bë jo vetëm në vjeshtë. Pra që në kohë të vitra për të shijuar. Po, edhe që kanë shijuar shumë, edhe kanë shkuar aty pranë dhe i kanë shijuar. Faktikisht, siç dihet, viti i parë gjithmonë është pilot dhe ndoshta shumë gjana ne nuk i kena prezantuar në formën më të mirë të mundshme, po këtë vit kemi menduar që këtë prezantim ta bëjmë në 2 ditë. Domethënë, prezantimi i këtyre vlerave që për sa i përket gastronomisë së vendit do bëhet për 2 ditë për shkak se ndoshta do të ishte mirë që ta bëjmë edhe në pjesën e sfondit të skenës. Do bëjmë çmos që të gjitha këto gatime që do të bëjnë në sfondin, pra njerëzit nuk ka nevojë të shkojnë larg, pra në një moment i transportojnë dëgjojnë këngëtarë. Edhe ata që janë larg, që s'kan mundësi me i pa nga afër, të kenë mundësi të njihen me gatime tradicionale. Edhe më ka pëlqyer vjet mënyra se si janë ulur, keni marrë ato kuadratët me san të lidhur, pra si në kohë vjetra, shumë bukur. Besoj që edhe këtë vit do të ketë një skenografi të jashtëzakonshme për sa i përket edhe këtyre mendimeve, që ta kthejmë në një si thua, në një skenë amfiteatër natyror, në mënyrë që të gjithë të ndihen të kënaqur dhe të marrin kënaqësi për vedin. Kam përshtypjen se të gjitha moshat e do e gjejnë veten, domethënë në këtë festë. Me sajisat e tyre, me lojrat në natyrë, natyra është jashtëzakonisht e bukur, ka ato shtigjet e veta, keni 2 ditë në dispozicion, mund ta programoni shumë mirë, mund të konsultoni me njerëzit që qëndrojnë te Kulla e Bajraktarit që janë specialistë të kësaj, të fushës së turizmit, dhe ata t'ju sugjerojnë se nga dhe si mund të shkoni dhe të mësoni mjaft mirë dhe orarit, janë spotet e vazhdueshme që do t'ju informojnë për këtë, dhe ndërkohë e kanë bërë këtë punë, sepse këto spote kanë gati një muaj që kanë filluar në transmetimin e tyre. Por Rita, po ka dhe nga ata që vinë për turizëm dhe që duan të qëndrojnë. Pra je mendon më gjatë, më përtej festës, që dëshiron të akomodohet në hotel te Kulla e Bajraktarit, apo të shijoj një drekë fantastike, si që jemi këtu tek buni i Bajraktarit me këtë pejsar të jashtëzakonshëm që të lë pa fjalë. Nuk e di, është tjetër gjë ta shikoni përmes ekranit të televizorit, por nëse vini këtu është magji më vete. Megjithatë, unë do doja të zhvendoseshim pak te buni, të provonim fresk sot, shumë fresk këtu. Por nga buni i Bajraktarit është tjetër imazh, prandaj do sugjeroja të shkonim afër restorantit dhe të kuptonim më mirë se si mund të shërbejë, çfarë do ofrojë ambienti këtu. Me të vërtetë, Kozeta, prezantimi që i bane është i jashtëzakonshëm dhe unë mund të them që shumë turista janë nalë këtu dhe kanë marrë me vete një kënaqësi që vështirë të ngatërohet dhe vështirë të harrohet. Është jashtëzakonisht shumë magjepse për ato çka ty të ofron ky sfond, ky balkon që për mendimin tim është shumë modest në krahasim me atë fushpamjen që të ofron dhe mendoj që pronari i bunit të Bajraktarit, i agroturizmit, të gjithë stafi që punojnë këtu duhet të njihen krenar për vendin që kanë përziell, për mundësinë që është dhënë me punu këtu dhe me pa me sy të lirë kënaqësi që marrin në përcjelljen të gjithë ata që janë vizitor të bunit të Bajraktarit. Është shumë e vërtetë. Ne do kemi tani një gujtë të vogël që na çon fillimisht në ambientet e brendshme të bunit të Bajraktarit, po qëndrojmë ne sepse e kemi lënë në fund atë fushën ku do të mbahet shfaqja, do të bëjmë një vizitë edhe te Kulla e Bajraktarit dhe më pas ju tregojmë se ku pikërisht mbahet shfaqja. Adresa e plot, mund vini fare kollaj, rruga Ashtok. Koha ka për qëmë fantastike, prandaj mos u merakosni, planifikoni, vendoseni në kalendarin tuaj dhe mos e humbisni këtë festë që ndodh vetëm një herë në vit. Nuk ka një festë të dytë brenda vitit, mos e lini për vitin tjetër, do bëni një gabim të jashtëzakonshëm. Do kënaqeni jashtëzakonisht. Shkojmë te buni.
siç e tham pak më përpara, po shuhet që dëshirojnë të vinë në Bok, te Buni i Bajraktarit apo dhe te Kulla e Bajraktarit, ata që dëshirojnë jo vetëm thjesht për festën, por të qëndrojnë ato 2 ditë pak më gjatë, që dëshirojnë të rivinë këtu për të kaluar pushime edhe më të gjata verore, ka shumë për rëndësi për ta gastronomia, pra çfarë gatuhet, çfarë mund të shijojmë, gjëra origjinale bio të zonës. Dhe ja ku kam kuzhinjerin këtu, i cili edhe pse është i ri në moshë, është i specializuar për të gjitha gatimet tradicionale të zonës, dhe do të donim për të gjithë rishikuesit na përmendje disa prej tyre, sepse janë shumë kurreshtar, janë pushues që vinë edhe nga jugu i Shqipërisë. Ata gjithmonë ke parasysh krenohen me çfarë bën jugu, por ne kam përshtypjen se ju a kalojmë. Konkretisht, çfarë bëjmë te Buni i Bajraktarit? Atëherë, të fillu për të gjajt profesorë që kena produktet e vendit, produktet e mishit, çdo gjë që i kena me stallat tona. Është krijuar një përshtypje që në veri ka vetëm fërlikë dhe aq. Kam përshtypjen që nuk është vetëm kjo merita e veriut, por janë edhe shumë pjata të tjera që i shoqërojnë. Është mreti i po normalisht, sepse këtu mandena janë tani gjëra të tjera. Ndryshe nga shumë restorante që ju keni shkuar në Shkodër edhe mendoni se ata janë më me emër, e kanë bler mishin kushte disa kilometra larg, këtu është kilometrazhi zero, rriten këtu në këtë klimë bakti dhe prandaj mishi është shumë i freskët. Shumë i freskët, ka krejt shije tjetër si thonë prej poshtë, si thojmë, prej zonave poshtë, është krejt më i mrekullueshëm. Pra, përveç se mishit e fërlikut, çfarë kemi gjë tjetër këtu? Mund t'i shoqërojmë janë këto që patjetër, gjitha shoqërueset, gjitha patatet që i kena, patatet me mazë, që janë më patatet e bogës me zanë në fam, perimet tana gjana që vinë prej vendit tonë, prej bogës e prej serave, gjitha. Djathin që i kena baggjat tona. Dhe i prodhohet këtu, pra gjithmonë kilometrazhi zero, si që jemi mësuar ne, dhe që këtë gjëna e kujtojnë gjithmonë vizitorët e huaj, ndërkohë që është rritur edhe ndërgjegjësimi në Shqipëri, kemi vizitorë shumë të mirë. Unë po e lavdëroj që këtu nga Buni i Bajraktarit, pra të gjitha janë prodhime që i gjeni këtu në zonë, me kilometrazhin zero. Gjitha prodhime vendit, prodhime tona. Për të gjitha ata që janë pak të dhënë pas salsrave dhe gjërave shoqëruese të tyre, besoj që këto nuk mungojnë. Alla këto nuk mungojnë, as bëhet fjalë, po të paras përsysh se kuzhina më tradicionale, kuzhina më vendit, na jena më fort pjesa e gjanave tradicionale, si më thonë. Ka ndonjë që vjen nga jugu dhe thotë, ose dhe, jo më dhe nga Shkodra, pse e çoj gjithmonë në jugu? Dua peshk, thotë. Po, ka pas edhe prej aty ne. Ka pa? Ka pas edhe prej aty. As gjithet kjo çështje ndërlikuar për ata që duan peshkun. Po nuk e di që do të vetëm halli syt rrumbullaku mund ta marrim peshkun, se thonë këto. Po ndonjë trof do e sigurojmë diku afër këtu? Po, më afërt jena të specializuar vetëm për pjesën e mishit, produkteve të mishit. Po, produkteve të mishit. Byrek, gjëra të tilla që shoqërojnë ato? Byrek, pite, të gjitha kosin që i kena tonin, kos delesh, sidomos në të shkyt periudhë që është edhe taman, si më thënë, sidomos me arra, me mjaltë, kena fantastike. Po, ti e thua dhe unë gati sa se shijova këtu, nga intervista. Ka nga ata që duan edhe pijen bio, pra jo vetëm të kenë ushimin original, mjaft të freskët të shishëm të zonës dhe gjitha këto produktet e tjera që të ti, po duan edhe këto shëruprat. Po. A gjejmë këtu shëruprat të zonës që kanë qetë ta shoqërojnë ushimin me këto? Janë edhe shërupnat, janë edhe rakia, normal, raki kumët, raki thanet, raki rushit, vena që është zonë, se gjitha, si më thënë, të në pijet, asë i gjo nuk më ngënë të është me gjitha. Kam përshtypjen që gjithë që vinë këtu kënaqen, imagjino të hash drekën në këtë pamë. Patjetër, është domethënë kjo gjë më e bukur se këto është një gjë që nuk është as i ditë peizazh i njëjtë, është natyra, si më thon, lun çdo ditë bën një peizazh fantastik të ri. Sepse rret krijojnë konture të ndryshme ngjyrash. Shumë, çdo ditë rret. Dhe bora qëndron aty, jeshillëk këtu, bora atje është fantastike, është mrekulli. Krijohet ndonjë mini feste vogël këtu, se ka nga ata që vinë me grupe shoqërore. Për shembull vjen një agjenci që ka sjell grupin e vet turistik. Po, vin. Vendoset muzikë këtu, se dikush thotë, kam për të përcyer unë atje, se vëm pas ka bërë. Po, janë me grupe, rezervojnë me grupe edhe pra ndo kjo gjë që rezervohet. Është edhe pjesa që kena edhe pjesën anë që është më e hapur dhe në dispozicion. Pra mund të kenë edhe për grupe më të vogla, qoftë edhe për ditëlindje, Patjetër, kena pas ditëlindje, kena pas festa, gjithë lloj. Dhe nëse atyre ju tek
leke që të flen këtu. Se thot bobo do shkoj në Thethun, do zbres në bog. S'ka nevojë me shkon Thethë hiç as në bog hiç. S'ke nevojë fare. Provoni një herë këtë parajsë këtu. Tu fillu prej te Kulla Bajraktari, që është një hotel super fantastik me tana kushtet. Pra që kemi pak më poshtë, që sqarojmë ata që janë më lart. lart. Bujtinën tonë që kena këto, kena shtëpizat e vogla. Me këto shtëpizat romantike këtu për çifte dhe për shoqëri, po fantastike si duken aty se në botën e prallave. Mrekulli. Me fjetën e yje, se më thënë është pjesa më mrekulli. Malet me ushtun bog, kanë e vallen festën e çobanit. 21 dhe 22 qershor, si asnjëherë tjetër. Një festë që çon pesh shpirtin e mbush zemrat e shqiptarëve. Zgjon traditat shekullore të jetës së çobanit dhe shpalos sofrën bujarit të tij. Festa e çobanit, 21 dhe 22 qershor. Organizohet nga Agroturizëm Buni dhe Kulla e Bajraktarit, me mbështetjen e Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Një festë me program të pasur për gjatë 2 ditëve, prezantimi kulturës shpirtënore dhe jetës së bjeshkatarëve, panajër, gatime tradicionale, dolan bjeshk, koncert festiv që fton çdo shqiptar të bashkohet këngëve dhe valleve të artistëve, më të njohur nga trojet shqiptare. Një pjesëmarrje jashtëzakonshme, rreth 100 artistë do të ngjiten në skenën e vendosur në lëndinën madhështore para Kullës së Bajraktarit. Në zjarret që ndizen, në kuvendet poshtë yjeve, mëngjesi do të sjellë jehonin e bjeshkëve dhe kushtrimin e çobanit, ku tufat dhe prisi i kopes do të konkurojnë. Një çoban që martohet e dasmor që gëzojnë, rrite e lojra popullore që pasurojnë programin. E ftuar speciale, e mirënjohura dhe zëri më i fuqishëm i festivaleve shqiptare, Irma Libohova, aktori me interpretimet e shkëlqyera, Çun Lajçi. Festa e çobanit bashkon në këngë e valle, grupe artistike dhe ansamble nga Kelmendi, Trieshi, Rrugova, Shkodra, një dinamik lëvizjesh nën ritme që nuk din të ndalen. Nëse ke zemër të bukur e të fortë, zgjidh t'i bashkohesh festës së çobanit 21 dhe 22 qershor. Për informacion, në Agroturizëm Buni dhe Kulla e Bajraktarit, kontaktoni në numrin e celularit 00355 67 70 88 444. Jemi gati për të filluar. Ty po të presim. Ja, pra kjo ishte intervista e pasur me informacion mbi programin e festës së çobanit që do të mbahet në datën 21 dhe 22 qershor në bog të Malësisë së Madhe. Unë gjej rastin të ftoj shqiptarët kudo që ata ndodhen dhe që dëshirojnë që të shohin një festë origjinale, jo si shumë festat të tjera që bëhen komerciale, tradita, jehona, prisi kopes, dasma malësore. Të gjitha këto detaje do të vinë bukur në emisionin Pusho Shqiptarçe, por ju do të keni mundësi nga afër të shijoni pikërisht në festën e çobanit. Dhe pas kësaj interviste dhe këtij materiali të bollshëm që na informon mbi festën e çobanit, do të kalojmë në një destinacion shumë interesant. Me siguri të gjithë e keni bërë rrugën e Komanit për të shkuar te Lumi Shalës. Tani vëmendje nuk e kemi te rruga, pasi në rrugë punimet po vijojnë dhe shumë shpejt ne do të kemi një rrugë me parametra mjaft të mirë për të udhëtuar drejt Lumit të Shalës, por është edhe problemi tjetër. Ka nga ata që kanë shkuar më shumë se sa një herë te Lumi i Shalës dhe të doni një destinacion tjetër, më atraktiv që nuk kanë qenë më përpara, sepse kështu themi gjithmonë, sa herë që marrim pushime, ku do shkojmë, cili është destinacioni që nuk kam qenë asnjëherë. Dhe ne do t'ju sugjeronim ose mund ta sillim në vëmendjen tuaj, ju mund të keni kaluar fare pranë, por nuk ju ka shkuar mendja se është një destinacion kaq i veçantë. Bëhet fjalë për Bujtina Ura e Komanit. Ndodhet poshtë urës së Komanit, aty dhe ku ka marrë edhe emrin.
është ndër të parët bujtina të ngritura pikërisht në Koman, në fshatin Koman. Ka rreth 24 vite që ushtron aktivitetin e saj. Mark Deda ka qenë disa herë personazh në emisionet tona, bile edhe para 14 viteve, pasi ai është i pari banor i Komanit që bëri të njohur lumin e shalës. Ka qenë pikërisht ky banor që na ka udhëhequr në një rrugë që dhe ati vetë ja kishin sugjeruar 3 çek, teksa i kanë kërkuar t'i çonte në këtë vend para 14 viteve, atëherë kur vendi nuk ishte as pak i njohur dhe që kishte një trajt tjetër gjeografike. Megjithatë, unë do doja që për të gjithë teleshikuesit e emision Pusho Shqiptarçe, nëse ata dëshirojnë një gujtë të re dhe interesante, le të zgjedhin të qëndrojnë pikërisht te bujtina Ura e Komanit. Çfarë ofron kjo bujtinë? Kemi përgatitur një reportazh, intervista jo vetëm me ata që drejtojnë këtë subjekt, por edhe me turistë që i gjejmë rastësisht aty për të ndarë emocionet e qëndrimit në një vend të ri për ju e që do ta sugjeronim që ta ktheheni shumë shpejt në guidat tuaja që i planifikoni për t'i ndjekur në këtë verë dhe gjatë këtyre pushimeve që shpresoj që t'i merrni këtë vit, edhe nëse i keni marrë, t'i kaloni ato sa më bukur, por mos harroni një ndalesë pikërisht poshtë Urës së Komanit. Le të ndjekim këtë reportazh që kemi përgatitur me shumë dashuri dhe rikthehemi në studio për të bërë edhe mbylljen e emisionit. Udhëtimet të rigjenerojnë shpirtin, i japin kuptim pushimeve, të cilat mezi priten nga kushdo që ka kaluar një vit të lodhshëm. Dhe sapo e gjejmë mundësinë për arratisje nga e përditshmja, zhytemi të gjejmë informacionin se ku mund të shkojmë dhe kalojmë ditët tona të relaksit. Kërkimi merr kohë, zakonisht na dalin që i kemi parë një herë ose vende që kanë një fluks i jashtëzakonshëm pushuesish. E kështu në kërkimet tona, që nuk e kishim menduar se do të na merrnin kaq shumë kohë, fillojmë dhe mërzitemi. Por nëse na ndiqni neve në këtë reportazh, po ju rindezim shpresën për një aventurë të re që ndoshta nuk e kishit imagjinuar se qëndron pikërisht këtu, poshtë Urës së Komanit. Në fakt jemi mësuar të shohim subjekte të vendosura, buz detit, më radh buz një lumi, të shohim në shpatë malesh, apo strukur në një kodër të gjelbëruar. Te njëra do të na mungon të freskia, te tjetra prezenca e ujit, pra vështirë që të gjenim të gjitha kushtet një herësh. Dhe ja ne, ju kemi gjetur një vend as pak luksoz në duke, që ju të mos trembeni nga çmimet, por që i ka të gjitha gjërat e duhura të përqendruara në një vend. Vërtet që ndodhet poshtë Urës së Komanit, nga ku dhe ka marrë emrin bujtina Ura e Komanit, por gjeni gjërat ideale për t'u dashuruar me këtë vend. Është pikërisht vendi ku bashkohen ujërat e liçenit të Komanit me ato të Vaudejës. Të kënaq gjithë kjo sipërfaqe ujore e ndodhur mes maleve që e rrethojnë e ku mes tyre është ndërtuar pikërisht ky oazë i gjelbërt. Bujtina Ura e Komanit nuk është ndërtuar së fundmi. Ajo ka 24 vite që ushtron aktivitetin e saj këtu. Bile ajo ka qenë ndër ndërtimet e para në formën e një kampingu natyror që njerëzit e thrasin kamping natyra. Ka qenë një vend totalisht i shkret, ku askujt nuk do t'i kishte shkuar mendja se mund të transformohej. Por kjo donte këmbgulje dhe vullnet, ti pare që i kishte Mark Deda, i mbështetur edhe nga familja e tij. Me punën që është ba, ndërtimet gjitha këto 5 janë mill para 23 vitesh, 24 vitesh. Edhe arritëm ta kthejmë janë një punë si tonë, një gjelbrim për pushuesit që bën vinë, që bën pushojnë rahat. Është dashur një punë kolosale për ta kthyer nga një vend të gurtë me zall në një vend plot pemë që gjelbërojnë dhe krijojnë një freski të jashtëzakonshme për çdo vizitor këtu. Dhe kësaj freskie i bashkohet edhe flladi i lumit pranë. Ky gjelbërim është thirrja e parë për çdo vizitor këtu, i cili pasi është lodhur pak nga rruga, kërkon të freskohet, të pushoj pak,
të marrë veten e të vijojë mëtej. Pak nga pak vendi u zgjerua dhe u krijuan ambiente të favorshme, diktuar edhe nga kërkesat e vizitorëve, kryesisht atyre të huaj, të cilët më së shumti u thojnë me kampri, mjete që ndryshe themi me shtëpi me vete. Kjo ka të përmasur për 4.000 metra katrore, pa që mund të pushojnë rreth 40 veta edhe mund të sigurojmë në hotel. Për makine kamperat këto mund të pushojnë rreth 50 makina. Këtu mund të strehojnë deri në 50 kampri, po ashtu për vizitorët e tjerë, ka dhoma në dispozicion që ta kalojnë natën këtu, të pushojnë dhe kemi bindjen se do të zgjedhin të qëndrojnë edhe më gjatë, ashtu si ky çift simpatik nga Gjermania, të cilët e kanë marrë me nge dhe nuk nxitojnë të vazhdojnë në udhimin e tyre. Nisim nga një prezantim i vogël. My name is Ahad. Emri im është Akat Sifrit dhe jam nga Gjermania. Emri im është Kristina nga Munich, Gjermani. Hera para që vini në Shqipëri apo jo, keni ardhur dhe herë të tjera? Hera parë. Si e keni marrë informacione për të ardhur këtu? Çfarë dinit më përpara për Shqipërinë? Well, we are thinking about Plani ishte të bënim një udhim të vogël këtë vit, sepse ishim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 6 javë vitin e kaluar. Pastaj po kërkonim për ndonjë hotel në plazh. Menduam se këtu ishte një shtet shumë i mirë për të marrë një makinë me qira dhe për të lëvizur në këtë shtet. Po vendin këtu si e gjeni? A është një vend i përshtatshëm për të ardhur me kampri? It's a nice place. Është vend i mirë. Është i qetë, çdo gjë thjesht, e rehatshme këtu. comfortable. Nga këtu ku do vazhdoni? Ku do shkoni prej këtu? Oh, we haven't made up our minds yet. Maybe we go to Tet. Akoma nuk e kemi vendosur, po ndoshta do të shkojmë në Theth, në Male, por akoma nuk e kemi vendosur. We haven't made a decision yet. Si ju duket vendi në cilin ndodheni dhe kur keni ardhur këtu? Oh, 2 days ago. Para 2 ditëve kemi mbërritur në Shqipëri. Ju pëlqen vendi këtu? Çfarë të pëlqen në këtë vend këtu? It's quiet and we are looking forward to Është qetësi dhe duam ta ndjekim rrugën drejt lumit Shalës. Jemi të gëzuar dhe emocionuar që do shkojmë. Uji është i pastër dhe më pëlqen qetësia këtu. It's quiet. Yeah, that's the most important thing for us. Okay. A e patët problem me rrugën për të ardhur deri këtu? Pra rrugën e Komanit e patët problem që ishte një rrugë e vështirë? Let's say it was pretty adventurous. E ishte një rrugë shumë për aventurë. Ishte si një sfidë. It was a challenge. Në gjysmë të rrugës menduam të ktheheshim, por vendosëm të vazhdonim. We took the challenge, so we did it. Okay. Ja vlen pushimet në Shqipëri? Ja vlen që të vihet në Shqipëri dhe pse ja vlen pushimet në Shqipëri? Kanë kosto më të ulët, kanë vende të reja për ju? Çfarë konkretisht? To discover a new country for us. We haven't been here, so to see people, to see Ja vlen për të parë njerëzit, vendet këtu. Kemi të bëjmë me një vend familjar. Për të parë këtë shtet, shka tre për ne. Pra, për të parë vendet të reja. Kjo është gjëja më e rëndësishme për ne. to see new places. That's the most important thing for us. Ta kaloni sa më mirë pushimet mbarë në Shqipëri dhe të vini sërish. Shkëmbinde avi bukurin e vetë, Gjerbrembi e bukurin e vetë, Liçeni e bukurin e vetë. Vizitorët në bujtina ure e Komanit janë të lirë të zgjedhin nëse dëshirojnë ta sjellin ushqim me vete apo të provojnë gatimet bio këtu. Këtu ishte pjesë e madhe e marrë ushqimit dhe me vete, por që këtu mund t'i gjejnë thuaj se gjitha ushqimit tradicionale të zonës. Që ishte mishi i fërligut, të suprat, edhe sipas dëshirës së ret mund përgatiten edhe mund të servijojnë edhe gjana si disa rrinë me kajdi, 2, 3, ndoshta me javë. Për fat të mirë, familjarët tashmë kanë krijuar lidhjet e tyre në fshat, nga ku marrin prodhimet bujqësore e blektorale, por prodhojnë edhe ata të tyret, mjaft cilësore dhe të shijshme. Kryesisht mishi i kecit, mishi i gicit, mishi i viçit, edhe produkte tjera, si thonë pula që rritet vetë pothuajse së natyrës. Ardhja këtu mund të shoqërohet me variacione të shumta. Mund të ngjitesh në Bjeshk apo të shohësh varrizat e vjetra të Komanit me një vlerë tepër të madhe kombëtare.
mund të lundrojmë nga këtu për në liçenin e Vau të Dijes dhe Anasjeltas, të vijojmë më tej për në lumin e Shalës, një vend që vitet e fundit është bërë kryefjala e turizmit shqiptar e të tjerë. Por imagjinoni këtë vend si një pikë e mirë referimi për të bërë të gjitha këto. Disa zgjedhin të qëndrojnë buz liçenit, ku dhe kërkojnë të u shërbehet dreka, të tjerë të pushojnë në dhomat e freskëta, të cilat janë të tilla edhe në këto ditë të nxehta qershori. Po vinë shumë motora, vinë kështu me vetura edhe kryesisht 50% kërkojnë natyrën për të pushuar jashtë me çadra. Çadrat i sjellin me vete, kryesisht janë pak që kërkojnë çadra këtu, por që gjithmonë i sjellin me vete. E ndërsa udhëtarët që vinë përmes rrugës së Komanit në bashkinë e Vau Dejes ndihen të lodhur, fare mirë këtu, qoftë dhe autobusët, mund të ndaleshin. Shpesh ata presin shumë në kalat të diga, pasi rruga në hyrje bllokohet për shkak të fluksit dhe mungesës së parkimit. Ndërkohë që këtu mund të qëndrohet qoftë dhe pak orë për të shmangur fluksin atje. Këtë punë e ka ndorë bashkia, ka bë parkingjet, nuk ka asnjë rregull, kanarët kanë marrë edhe firmat biletësmënsisht që nuk lejon makinat me ndaj se bllokohet rruga me 100 herë, që ndoshta sikur vdesin njëri, nuk mund dalshin kalat. Pra këtë ka ndorë gjithmonë bashkia për të bërë rregull. Allah deri sot nuk kanë vendosur asnjë gjë. Pra, ne rrim bosh, makinat ikun sipër bllokohet kalata, disa ka policia Shkodrës për të zhbllokuar kalatet. Ka që një pargullësi e jashtëzakonshme, sidomos nga hyrja e tunelit deri pothuajse te postbllokut që nda postbllokut i policisë. Një arsye se pse mund të ndaleshim këtu është edhe një fakt i pakundërshtueshëm. Mark Deda ka qenë banor i parë në Koman, por dhe më gjërë, që e bëri të njohur lumin e Shalës. Rreth 14 vite më parë, teksa u ndalëm këtu pas gjerimeve të një reportazhi me piknisje nga Vau Dejes, ai na sugjeroi të shihnim një vend të ri, që as Marku nuk e dinte se ekzistonte, por ishin 3 çek që e kishin drejtuar pak kohë më parë atje. Ndoshta siç është zbulu, se edhe mu për vete ma kanë zbulu çekt edhe polak. Se ku bjen lumi Shalës. Po që edhe vetë nuk e kisha ditë. Po kur kam pa një mrekulli, atëherë kena vazhdu me turista, e kena që adje se kërkoshin e vetë se ku bjen ky vend. Atëherë erdhi duke zëru, por që ashton në Harres, linja Vau Dejes Koman edhe Rogam Koman. Pra që mund tjetë në ashtë një bukuri prep ma rrallë se sa ajo e Koman lumi Shalës. Po, më bëre përshtypje gjatë rrugës, shiko këtu, shiko aty, bile kishin lullzuar edhe disa bujtina gjatë rrugës, ha? Po kanë fillu me shtu njerëzit, por që mund tjetë më bukur udhëtimi me licencë se sa me makina. Në emisionin Pushosh Shqiptarçe, një vit më parë ne realizuam një lundrim nga Ragami në liçenin e Vau Dejes për të mbërritur në liçenin e Komanit dhe përjetuam emocione të jashtëzakonshme duke e zbukuruar vende të reja. Të gjitha ato erdhën bukur në emision edhe si një sugjerim i ri për udhëtarët që shkojnë drejt lumit të Shalës. Ata mund të shmangin rrugën me makinë dhe shijojnë lundrimin me varg ose anije. Imagjinoni një orë me lundrim dhe ju mbërini në Koman, e mëtej, një pushim relaksues pas lundrimit pikërisht te bujtina ura e Komanit. Po edhe sikur rruga të ishte, unë kam përshtypjen se shfrytëzimi i lundrimit do të ishte shumë i bukur. Shfrytëzimi i lundrimit do të jetë shumë më i bukur se sa mund gjesh vende për pushime, ndoshta jo për një natë, po edhe një javë, edhe ditë. Po pra, e di që mund ta kërkojnë njerëzit për pushime më mirë se sa për ditën. Unë po mendoja këto nisjet e grupeve të mëdha, se ti the këtu 50 kampera, nisjet e grupeve të mëdha nga Gurizi. Për të ardhur dhe lundruar deri këtu. Edhe pasi kanë parë një mori vendesh, a nuk do ishte mirë të pushoni, ua, qa preso dhe këtu ku po të marrë intervistën dhe të shijonin sa gatime bio, pra të merrnin forcat për të pasur rrugën e kthimit. Se kështu e kanë shqiptarët, duhet ketë një pikë fillim, një pikë fundi që të duket si një sfidë plotë e madhe. A do të ishte mirë një lundrim i tillë? Lundrimi i tillë kanë filluar pothuajse vitin që kaloi, edhe vazhdon normalisht, por që
klienta ka më të pak se sa ke parasysh këtu Mishal, se Valbona e tjera. Sepse nuk është vuan la në qarkullim. Të plot. Ka nevojë dhe pak promovimi, ka nevojë që ju të flisni për këtë gjë, edhe të thoni që është shumë e bukur se njerëzit shikojnë vetëm postimet e agjensive, por vetë agjensitë duhet jenë më aktive në këtë, të sillin diçka të re për klientët e tyre, duke e filluar lundrimin në liçenin e Vaudeas. Në qoftë do bëni një herë këtë rrugë me lice, ndoshta mund ta bëni disa herë më shumë. Sepse është një mrekulli. Unë e kam provuar vjet, kemi bërë një emision për këtë, edhe do donim vazhdimisht ta promovonin se është me të vërtetë një mrekulli. Në fakt, teleshikuesit nuk duam t'i bëjmë pesimist për rrugën. Punime për rikonstruksionin e saj po vijojnë dhe Ngerçi për shumë vite duket se po shkon drejt zgjidhjes. Por për të shmangur punimet gjatë rrugës, edhe pse aventurat e përfshin këtë, ju fare mirë mund të zgjidhni krahun e lundrimit Ragam-Koman përmes liçenit të Vaudeas. Një familje me energji mjaft pozitive do ju pres në bujtinën në ure e Komani, që ashtu si dhe emri, ndodhet pikërisht poshtë kësaj ure. Ato që vinë tu, besoj që nëse vini herë, do vinë ndoshta disa herë tjera që do dalin shumë të klasëm. Dhe ndërsa kemi vizituar gjithë bujtinën, familjarët Deda na ofrojnë një drek me gatime tradicionale, ku gratë këtu janë kuzhinierë të vërteta dhe me duar të arta. Është ajo që thamë ne pak më përpara, gatimet bio, tradicionale të zonës, që ti i përgatite kaq shpejt dhe unë thash, kur e gjeti kohën, kuzhina këtu tek Marku ti bënte gjërat kaq gati. Pra ne këtu kemi mish shkeci, ë? Mish shkeci, mish i pjekur furr, kalla me shfëligut aty patujse pjekën hell. Pra këto i gjenë në çdo ditë të verës që të vinë. Patujse janë zakonshme, tradit. Dakor, bukur. Dhe këtu kemi një byrek që unë s'ma mori mendja se dhe byreku do ta bëje për kaq kohë që erdha unë. Ky është i byrek me është tradicionale. Tani ka gatuar gruaja jote dhe unë e pash ishte zonjë grua ajo, me siguri mjeshtre në gatim. Atë keni shefin e kuzhinës, ë? Atë kemi shefin e kuzhinës, që thotë që për e mashë kuzhinës. Bukur, edhe tushi që i gatuani vetë, patate, sallata, djathi këtu afër, ë? Të zonës, të zonës të gjitha, sa mrekulli. Edhe sa të shijon ushimi këtu në ajrin e freskët, me një shoqëri shumë të mirë që ndodhemi këtu në tavolinë. Me atë qetësinë, e di çfarë më pëlqen këtu te lokali jot? Shkon te lokalet e tjera që fusin një muzikë tallava dhe unë e urrej për vdekje. Dhe sa këtu dëgjon të gjitha cicerimat e zogjve dhe të gjitha tingujt natyral. Prandaj është relax këtu. Pothuajse muzikë nuk e kemi shumë me qef, edhe pothuajse edhe thujt kërkojnë më shumë një qetësi. Po qetësi, jo. Donë pothuajse nëse ne në muzikë do sa më lehtë, sa më qetë. E kuptoj. Tani kur llogaris sa vite jemi në tavolinë dhe sa ushqim ke sjell ti, sa kile do shkojmë ne në Shkodër? Apo nuk shëndoshemi kaq shpejt? Do në kohë për të shtosh. Do në kohë, ë? Do të bëj javë me 10 diqa për 10 diqa. Por do e shijojmë me të vërtet jashtëzakonisht mirë dhe janë një arsye përse mund të vihet tek bujtina ura e Komanit. Ne i shpjeguam dhe gjatë intervistës tonë, pamir kanë folur vetë, një relaks i jashtëzakonshëm, ka ardhur koha të krijojmë destinacione të reja, edhe pse vendi këtu ka shumë e shumë vite, por për ju të gjithë që orientoheni drejt digës së Komani për të shkuar te lumi Shalës dhe për të bërë pjesë e një fluksi të papar njerëzish, hajde që të soni një herë këtu. Dhe jam shumë e sigurt, nëse e menduar për një orë, do i ndryshoni edhe planet, do qëndroni shumë më gjatë këtu. Bile nuk është çudi që do vini nga Shkodra apo nga ana e anës dhe ti planifikoni pushimet këtu. Mund të vini me kamper, mund të vini me çadra, që e tham edhe më përpara, dhe të kënaqeni. Lumin ose liçenin e kanë shumë afër aty. Pothuajse buzë bukur, nuk është i thellë, tani nuk ishte dhe shumë ujë, i rehatshëm edhe për fëmijët. Po ndrojnë. Kujdes, kush është me zemër tani, s'mbajnë përgjegjësinë. Mos hynë të liçenin, sa është për të pi. Nuk është çudi që aty të deportoj dhe ndonjë peshk luciperk. Nuk e kam dëgjuar fare këtë emër ata. Është luciperka, është trofta, të dyja. Bukur, luciperkën do i dallojnë, se luciperka shkëlqen si sermi.
e bukur si pasqyra. Janë peshka beqar, po janë shumë shiqur. Po jo të dëmshëm për njeriu, se tremen ca. Nuk është peshka qeno, jo. Kështu që janë peshqit më të mirë patryse të luvevet. Okej. Unë të falenderoj, do e shijojmë këtë që keni gatuar dhe shpresojmë të shihemi shumë shpejt sërish. Shumë faleminderit për ardhen tuaj herë. E mirë se të vini e të mirëpritur patryse çdo lloj kohe. Ja pra, kjo ishte bujtina ura e Komanit, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Për të gjithë teleshikuesit, ne do e sugjeronim, ashtu siç edhe shprehëm gjatë përgatitjes së reportazhit, prandaj para se të shkoni te Lumi Shalës, fare mirë mund të qëndroni dhe bëni një pushim shumë të shkurtër pikërisht te bujtina ura e Komanit, por mos harroni dhe atë që ne propozuam në këtë reportazh, do ishte mirë nëse dëshironi diçka të re, të ndiqni lundrimin nga Ragami për të ardhur deri në Koman. Është jashtëzakonisht bukur një lundrim në liçenin e Vahut të Dejes, se ku ka më bukur se sa të lundrosh midis dy liçeneve dhe ta shijosh këtë peizazh të ri, i cili nuk është rrahur nga vizitorët, por që pret të promovohet edhe më shumë nga ne, nga media të tjera, për ta bërë atë më të njohur dhe më atraktiv për vizitorët. Unë ju falenderoj për vëmendjen që keni treguar në transmetimin tonë dhe ju ftoj që në javën e ardhshme të ndjekim pjesën e tretë e ciklit të reportazheve drejt Norvegjisë që kemi transmetuar ekskluzivisht në ekranin e TV1 Channel përmes emisionit Pusha Shqiptarçe. Ju lë në shoqërinë e këtij televizioni, bashkë natën e mirë.